Më 13 gusht të vitit 2026, para pak ditësh, një ish zyrtari të lartë amerikan ju bë një pyetje nga një gazetar i famshëm amerikan në një televizion shumë të rëndësishëm. Dhe pyetja ishte: ju zotëri, në qoftë se nuk do t'ishit nën betimin ushtarak, dhe unë sot do t'ju bëja pyetjen juve, a ka specie të tjera jo njerëzore në këtë planet apo UFO, ju çfarë do të përgjigjeshit? Dhe përgjigja e tij është epokale. Dëgjojeni me kujdes. Zotëria në fjalë quhet David Grush. David Grush ka qenë ish zyrtar i shërbimeve sekrete amerikane, oficer i lartë i aeronautikës, njëkohësisht edhe shef i kërkimeve hapësinore që merrte të dhëna nga satelitët, çdo sinjal apo video të filmuara nga satelitët. Dhe zotëria në fjalë ishte vendosur aty direkt nga administrata Bush për vite me radhë. Dhe përgjigja e tij gjatë këtij emisioni është vërtet epokale, epike. Ndaj unë doja që ta ndaj me ju. Ai u përgjigj: në qoftë se unë nuk do t'isha nën betimin ushtarak, sot do t'ju përgjigja spektatorëve apo ju që jeni këtu që nuk duhet kërkuar alienët apo UFO-t në Area 51, në Nevada, apo ndoshta edhe në vendin të quajtur Dulce, apo në vende të tjera. Por është mirë që të kërkoni në veri të Amerikës, sepse në një vend të caktuar, pikërisht aty në veri të Amerikës, ka specie dimensionale, madje edhe UFO, 3-dimensional, të cilët mund edhe t'i prekësh çfarë do të thotë UFO 3-dimensional dhe çfarë do të thotë specie dimensionale. Së pari, UFO 3-dimensional janë UFO biologjik, ja u kam thënë edhe në disa video të tjera, ku ti mund t'i prekësh, por janë biologjik. Pra çdo gjë sillet ashtu siç edhe ti, sepse kanë qeliza që jetojnë, pra nuk janë prej metali, por është biologjik. Dhe tjetra, këto lloj UFO janë të manovruara në distancë, pra nuk janë me dikush që gjendet brenda. Nuk rri njeriu brenda, ose UFO, ose një specie jashtëtoksore nuk rri aty. Por mjafton që ta manovrojë me anë të mendimit. Disa thonë që është me anë të mendimit, nuk e din, askush nuk e di. Por thonë që mund të jetë me anë të mendimit. Mund ta manovrojë me anë të mendimit nga kush e di nga ku, sepse mendimi, ose si quhet ajo bariera Fahrenheit, mund të tejkaloj vetëm mendimi. Pra dashuria ose mendimi. Ju e dini që e kemi bërë dhe në për emisione ku flasim për shembull për valët skalare. Valët skalare, që është pikërisht kjo që ju thash, dashuria apo mendimi, është ajo që tejkalon çdo lloj barriere, çdo lloj barikade. Dhe ndoshta është kjo arsyeja që nuk gjejnë asgjë. Por dikush nga ju do pyes atëre çfarë trupash gjejnë aty dhe çfarë trupash kanë në atë si quhet, në atë vend, qofse ky tha që ka trupa dimensional. Pikërisht pra, sipas tij, pra sipas David Grush, janë trupa dimensional, por të vdekur. I kanë kapur, i kanë gjetur, sepse këtë e kisha parë në një deklarat tjetër që ai bëri në vitin 2023 dhe do ju them se çfarë ndodhi në vitin 2023, pikërisht me atë zotrin që e morën në pyetje, sepse nëse keni vënë re që të gjitha ato gjyqe që janë bërë në vitin 2023 është një zotëri me flok të qethur totalisht dhe i rruar. Tani ka ndryshuar lukun ai, sepse është ka ikur nga ajo, e shkarkuan, por në vitin 2023 ishte ai që i kërkonin fije për pe, i kërkonin se çfarë janë UFO-t, pse nuk e ka deklaruar etj. Por prisni sepse ka të forta këtu në këtë histori. Dhe David Grush thotë që kanë kapur, por i kanë kapur të vdekur. Pra, sepse edhe speciet e tjera, thot ai, vdesin, ashtu siç edhe njeriu. Ndoshta jetojnë më gjatë dhe ne nuk e dim. Në fjalë, unë nuk di, thot, unë di që ekzistojnë, por për pjesën tjetër, ata që i kanë studiuar, nuk ka qenë pjesa ime dhe unë nuk di gjë, thot ai. Dhe këtu duhet ta respektojmë, sepse ai respekton edhe protokollin. Por sipas tij, sepse duhet të dini që edhe pse nuk është ai ende në funksion, ai ka dëshmuar dhe është betuar që nuk do të thotë asnjë sekret. Dhe ai po të thotë sekret, atë mund ta vrasin që ditën tjetër. Në fakt, në vitin 2023, siç po ju thosha, gjatë atyre gjyqeve që bën në vitin 2023, një nga këto ishte edhe ky problemi i madh. Ai, pra David, deklaroi pikërisht aty gjatë gjyqit, tha që në qoftë se unë do të tregoj të vërteta, ashtu siç kërkoni ju, unë që nesër nuk do të jetoj më, sepse përveç se do të më rrasni në burg,
por unë nuk do të jetoj më. Dhe unë këtë nuk dua që ta bëj, sepse unë përveç se kam betuar që nuk mund të tregoj të vërteta, por e dua jetën time. Pra kjo ka qenë deklarata e fortë që ka bërë pikërisht në vitin 2023 gjatë gjyqit David Crash. Dhe ai thotë që ishte i vendosur aty nga administrata Bush, por kishte një që drejtonte çdo gjë, drejtonte që të gjitha këto që dëgjoni ju, UFO-t, speciet, kërkimet, satelitët, çdo gjë. Mos mendoni se satelitët mund të vendosen në hapësirë pa lejen e shërbimeve sekrete. Kur mos e mendoni që të gjithë satelitët që gjenden në hapësirë janë të gjithë të kontrolluar nga shërbimet sekrete, që të gjitha. Dhe vetëm në një, sepse ka disa shërbime, secili për shembull është pjesë Italia, edhe Italia ka shërbime sekrete, por një shërbim sekret është për të gjithë shërbimet sekrete. Dhe ai është shërbimi sekret amerikan. Dhe që lidhet ngushtë me stacionin NASA. NASA që është ndërtuar që në vitin 1950-60 dhe aty gjendet një administrat shumë e fshehtë dhe shumë potente, e cila drejton çdo gjë që ndodh në hapësirë, ose qoftë informacionet që vinë, por qoftë dhe informacionet që ikin. Pra këto janë deklaratat që ka bërë jo vetëm David Crash, por edhe të tjerë. Por David Crash gjatë këtij gjyqi tha diçka që drithëroi shumë njerëz. Tha se kur e pyetën kush i jepte urdhrat, ai dha një emër dhe tha Darth Weber që e quajnë, Darth Weber ose Waber. Shënojeni këtë që ta kërkoni se kush është. Darth Waber, që quhet Darth Weber. Pra, ky Darth Weber, që e kanë shkruar edhe nëpër gazeta, revista, prej vitesh, ishte ai që vendoste çdo gjë. Dhe e dini se për kë bëhet fjalë? Për nën kryeministrin ose presidentin amerikan Dick Cheney. Dick Cheney që vdiq në vitin 2025. Por disa thonë që nuk vdiq në vitin 2025, deklaroi vdekjen e tij sepse u tërhoq. Sipas gjasave, që kjo do thot Darth Weber ose Weber, Darth Weber është ai i ligu që kontrollon gjithë galaktikën në filmin Star Wars. Pra kështu i kishin vendosur nofkën Dick Cheneyt, pra zvendës presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ishte vendosur jo vetëm direkt nga shërbimet nga Bushi, nga administrata Bush, por ishte aty për 40 vjet. 40 vjet ai bëri vetëm atë. Bënte kontrollin e çdo gjë, të gjithë informacioneve në mbar botën. E dëgjuat mirë, edhe të Rusisë, edhe të këtyre Turqisë, të kujt, të çdo lloj informacioni që i përket UFO-ve, jashtëtokësorëve, specieve, çdo gjë. Madje tregohet që edhe Men in Black dhe këto shërbime sekrete që shkonin kur gjendej diçka atje, ishin pikërisht të vendosur nga ky, që thuhet që nuk janë specie aliene, kështu njerëzore, por janë specie që nuk kuptohet, sepse duket sikur janë robota dhe janë të vendosur në çdo shtet. Me urdhër jo vetëm të këtij, të shtetit amerikan, qofse keni vënë shteti amerikan gjendet kudo more. Nuk e di e keni kuptuar apo jo. Shteti amerikan gjendet në çdo vend të botës. Në çdo vend të botës ka baza, në çdo vend të botës ka shërbime sekrete, në çdo vend të botës. Dhe mos kujtoni se Rusia i mungon shërbimi sekret amerikan, ose Turqia apo vendet tjera. Gabojeni, që të gjitha vendet në botë janë të kontrolluara nga ky shtab, nga ky që quhet Deep State. E keni dëgjuar atë Donald Trumpi që flet për një shtet të quajtur nën shtet Deep State. Pikërisht pra për këtë, sepse sipas gjasave ata kontrollojnë çdo gjë, sepse është sikur të jetë një stall që kontrollojnë speciet. Dhe të gjithë shërbimet sekrete, të gjithë shtetet e dinë që ky kontroll është për të mirën e njerëzimit dhe nuk kanë çfarë bëjnë. Askush nuk mendojë asgjë. Po ta shikoni që të gjithë liderat e të gjitha vendeve ndryshojnë versionin ose shkojnë në një drejtim, sikur dikush t'i drejtoj me disa programe të përcaktuara. Pikërisht pra edhe David Crash tregon këtë. Pra ai në vitin 2023 kur la këtë intervistën, David Crash, qofse e pat që ishte në gjyq, që sa po mbaroi gjyqi e shkarkuan, sepse gjoja e shkarkuan që ai nuk tha të vërtetën. Por ai e tha publikisht
e gjeni videon, e tha publikisht, në qoftë se unë do them të vërtetën, tha, dhe në qoftë se do flasta për speciet dhe për ufot, pa dyshim nëse nuk do mi gjeni më. Mirë po, në intervistën e bërë para pak ditësh, si që thash në 13 gusht, e gjeni dhe këtë intervist, a i tha publikisht, në qoftë se unë nuk do t'isha nën betimin ushtarak, sot do t'ju thoshe që shkoni në veri sepse atje i gjeni, pra atje i mbajnë. Nuk i mbajnë as në Nevada, as në Area 51, as në Dulce. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Dhe çfarë mendimi keni për këtë Darth Vader, pra këtë kontrollorin e galaktikës të film Star Wars, që thoshin që ishte nën presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky Dick Cheney. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja dhe kalofshi një ditë mbar.